Mbrëmjen e 28 qershorit, babai im nuk kthehet më në shtëpi. Në Durrës, kur një marinar nuk kthehet në shtëpi në darkë, zakonisht ka dy arsye. Ose është ende në det, ose është ulur për të pirë një birrë. Por jo në rastin që do ju tregojmë, kur gjërat kanë marrë një kthesë tragjike. Puna ti në portin e Durrësit konsistonte me të qenurit në det të hapur nga minimumi 3 ditë, por edhe maksimumi deri në 15 ditë në raste shumë të rralla. Babai im ka punuar në atë pozicion pune për 30 vitesh. Unë jam lindur dhe rritur me babain tim duke bërë atë lloj pune. Gjatë gjithë kësaj kohe, unë dhe familja ime nuk kemi kontakt me babain për shkak sepse nuk ka valë në det të hapur. Ditën e 28 qershorit, baba im kthehet nga deti i hapur dhe zbret në portin e Durrësit dhe takon mamam time dhe i thotë që në darkë do kthehet në shtëpi pasi të mbarojë detyrimet që ka në port në Peshkareç. Mirë, po atë mbrëmje babai nuk u kthye, duke na alarmuar. Por me kalimin e orëve, ky shqetësim do të zbehej disi, sepse në takimin me bashkëshorten, pasi kishte zbritur në port, Arbeni kishte thënë këto fjalë. Un kam plan të largohem me një anije më të madhe peshkimi që niset nga Vlora dhe qëndron në det e hapur minimumi 15 ditë dhe maksimumi 1 muaj. Babai kurrë më përpara nuk ishte ikur për një periudhë më gjatë kohore se 15 ditë dhe as unë, as mami, as motra nuk ishim dakord për këtë gjë. Mirë, pa ishte vendosur për ta bërë këtë gjë. Familjarët ngushëlloheshin me idenë që Arbeni mund të ishte nisur sërish për në punë, por paralel me akrepa që lëviznin, Mirakusta vinte dhe shtohej. Ndaj, me të gdhire nesërmja, ata interesohen te kolegët e babait pranë portit të Durrësit, të cilët ja shtojnë dyshimet se diçka mund të ketë ndodhur. Ata na konfirmuan që Ania nuk ka dalë sërish në det. Kjo gjë na alarmoi dhe ju drejtuam komisariatit të policisë të plazhit të Durrësit, konkretisht tek zoti Luftim Lleshi. Fillimisht tha që është shumë herë për ta deklaruar të zhdukur ose të humbur, mirë po ai do niste nga puna për të kërkuar. Paralelisht me policinë, edhe familjarët e Arbenit nisën intensivisht kërkimet e tyre. Në zonën ku ne jetojmë, në familjen tonë të gjerë, tek kushërinjt, tek ta afërmit, në port, në Durrës dhe përtej zonave të Durrësit. Dhe fakti që ne nuk kishim asnjë gjurmë dhe asnjë informacion për babain, sërish dyshimet na çonin të mendonim që është nisur me këtë anije në Vlorë. Krahas kërkimeve, të afërmit e Arbenit bëhen të vëmendshëm edhe ndaj kronikave televizive, që të mund të zbulonin diçka për fatin e kryefamiljarit. Lajmet nuk kishin asnjë informacion. Aksidente nuk kishim dëgjuar fare as në zonën tonë, as në Durrës. Ashtu sikurse edhe institucionet, të gjitha ato që u drejtuam, nuk na dhanë ndonjë informacion për Arben Bykun, që të rezultoi i humbur, i burgosur, i plagosur ose diçka tjetër. Komisariati i policisë së plazhit të Durrësit, Komisariati i policisë në Durrës dhe Spitali i Durrësit. Këto kanë qenë 3 vende që ne kemi kërkuar vazhdimisht. Unë, mami, motra, por edhe hallat tona. Zoti Luftim Lleshi na e siguronte që është duke kërkuar babain kudo dhe nuk rezulton askund. Kur thua kudo, çfarë nënkupton? Ai na siguronte që ka qenë gjatë gjithë kohës i koordinuar me policinë e Durrësit, me stafin e tij që janë në terren, me morgun e Durrësit, por edhe me spitalin e Durrësit. Sipas zotit Lleshi, nëse diçka e keqe do kishte ndodhur, këto 4 institucione do ishin të parat që do e dinin. E kujt nuk do të jepnin siguri, to fjalë të thëna nga një funksionar i policisë, tek i cili familjarët e të humburit trokisnin çdo ditë. Ose 2 herë në ditë, përgjigjet e atij sa vazhdonin dhe bëheshin më të zbeta. Dhe zoti Luftim Lleshi i bashkoi dyshimeve tona që babai mund të jetë në det të hapur. Pas sa ditësh ra dakord shefi që babai yt pas ka dalë në det hapur? Që javën e parë ose 9 ditëshin e parë. Duke qenë gazetar në profesion, Klinsmani nisi të kërkojë prova konkrete të korrespondencës që oficeri i komisariatit kishte patur me institucionet e tjera. Konkretisht me policinë e Durrësit dhe me spitalin e Durrësit. Ndonse ne shkonim dhe vetë fizikisht për të interesuar atje dhe nuk kishte informacion, zoti Lleshi gjithmonë na siguronte që ne jemi duke kërkuar, por asnjëherë nuk shfaqte prova të kësaj pune që ai supozonte që po bënte. Ndërkohë tek komisariati i policisë së Durrësit, sa herë që shkonim, na thonin, nëse do kemi një informacion, do e dërgojmë tek komisariati i policisë së plazhit të Durrësit. Atje ku keni bërë denoncimin për herë të parë, atje duhet të vazhdoni të drejtoheni. Ndërkohë tek spitali i Durrësit nuk kishte asnjë informacion për Arben Bykun. Gjithashtu edhe në morgun e Durrësit. Praktikisht një person i zhdukur pa lënë asnjë gjurmë. Ndërkohë kaluan pothuajse 15 ditë që ishte afati limit i qëndrimit në det dhe babai i Klinsmanit nuk po kthehej. Prandaj, familjarët detyrohen që kërkimet t'i shpërndajnë edhe jashtë Durrësit. Dyshimi im i parë ishte spitalet në Tiranë, por edhe morgu i Tiranës. Ndërkohë, tek morgu i Tiranës, duhet një procedurë shumë e veçantë që të identifikosh një trup. Unë dhe familja ime duhet të kishim një firmë nga Komisariati i Policisë së Plazhit të Durrësit dhe një OPG që e caktonte sërish po ky komisariat. Ndërkohë, kur unë i kërkoja zotit Lleshi një firmë dhe një OPG për të shkuar në morgun e Tiranës dhe për të hequr dyshimet tona të fundit që babai mund të ishte atje, zoti Lleshi na siguronte që ai ka kërkuar
atje dhe nuk ekziston asnjë person me emrin Arben Byku. Madje, nga kontaktet e mia në morgun e Tiranës, mua më bëhet ditur që ekziston një Arben, por jo më shumë. Kemi informacione që janë 3 trupa të pa identifikuar në morgun tek në Teresa, edhe dyshim që një nga ato trupa mund të jetë për familjar Arben Byku. Se shkon për Arben Osman, për mua shkon gabim, është identifikuar ajo. Jo Byku. Ai që është në morg është Arben Osman. Vetëm një është në morg i pa identifikuar. Mua më duk një gënjeshtër shumë e madhe. Dhe unë si besova asnjë fjalë nga ato çfarë tha. Ndaj këmbgulet e mia vazhduan akoma më shumë. Ne nuk do vazhdojmë gjumë derisa të shohim që nuk është një. Absolutisht po, ky është kallëzimi i gjatë. Deri ku keni avancuar me kërkimet? Reali është të dërguar në prokuroria, por verifikimi në burgun e Fierit, në burgun e Rrugëzhinës nuk ekziston. Sa i serova dhe mohim. Ai trup që ka i asidat. Ka i kocidet. Po. Emri pa, apo ai është datimi tjetër? Po, Tu bie poshtë. ju keni ndonjë dyshim i dëruar? Them se mund të ketë një vendim në efekt. Po kjo është linja personale. Gati 20 ditë i humbur, asnjë shenjë jete nga 55 vjeçari, edhe pse pretendoi se kërkimet nga institucionet nuk ishin ndalur në asnjë moment, dhe dyshimi i vetëm i oficerit na qen ka se babai pas ka braktisur familjen e tij për një femër. Ai ishte alibi e mjaftueshme kjo për t'i mohuar kësaj familje edhe firmën që ishte e domosdoshme për të kërkuar te vendi i vetëm ku ata nuk kishin deportuar dot. Zoti Lleshi pretendonte se ai nuk mund të lëshojë firma çdo kujt që mendon se ka një të afërm të tij në